Përshëndetje miq të dashur. Sot do t'ju tregojmë një histori të dhimbshme, por edhe frymëzuese që flet për guximin, durimin dhe fuqinë e dashurisë përballë zakoneve të ashpra e të padrejta. Në shumë fshatra të largëta, breza të tërë janë rritur nën hijen e zakoneve të rënda, ku gratë nuk kishin zë. Nuk kishin të drejtë të qanin hidhërimin e tyre sipas zemrës, por ishin të detyruara të bindeshin rregullave të vendosura nga burrat dhe nga frika e turpit. Njëra nga këto zakone ishte edhe mbajtja e zisë, jo vetëm për burr, baba ose vëlla, por edhe për të afërm të largët të familjes së burrit, shpesh me detyrime me kërcënim. Historia që do të dëgjoni është ajo e Elirës, një nuse e re që u detyrua të mbajë zi për kushëririn e burrit të saj. Edhe pse nuk e njihte fare atë njeri, ajo nuk kishte të drejtë të qeshte, të vishte rroba me ngjyra apo të dilte në dritë. Por kur zemra e saj nisi të rebelohej, kur shpirti i saj kërkoi liri, gjithçka ndryshoi. Ky është rrëfimi i një gruaje që kaloi në përvuajtje e kërcënime, por që me kohë u bë shembull për fshatin dhe frymëzim për brezat që erdhën pas saj. Një histori tronditëse, por me një fund të bukur që tregon se edhe në mes të errësirës, drita mund të lindë nga guximi i vetëm një njeriu. Në një fshat të vogël, të rrethuar nga male dhe fusha të gjera, jetonte një vajzë e re e quajtur Elira. Ajo ishte martuar vetëm një vit më parë me Arbenin, një djalë të qetë punëtor, por që jetonte nën hijen e një familje të ashpër dhe konservatore. Në atë shtëpi, fjala e pleqve kishte peshën e ligjit, dhe asnjë antar nuk guxonte të dilte kundër zakoneve të lashta, sado të padrejta të dukeshin. Një ditë, lajmi i hidhur se kushëriri i parë i Arbenit kishte humbur jetën në një aksident tragjik u përhap me shpejtësi. Në oborin e madh të shtëpisë, njerëzit nisën të mblidheshin, gratë qanin me zë të lartë, burrat rrinin me duar pas shpine duke përshpëritur mes tyre. Elira, e tronditur nga pamja, nuk e njihte shumë të ndjerin, por ndjente dhimbjen që rëndonte mbi gjithë familjen. Ajo, sipas natyrës së saj të ndrojtur, mendoi se do të mjaftonte të shprehte ngushëllimet dhe të qëndronte pranë burrit të saj. Por ndërsa nata binte mbi shtëpinë e mbushur me të qarë, vjehra ju afrua me një shikim të akull dhe i tha: "Nga nesër do të veshësh të zeza. Do të mbash zi për kushëririn e burrit tënd. Dhe ki kujdes, Elira, se këtu nuk pyesim nëse do apo s'do. Nëse nuk bindesh, do të shohësh që shturpi dhe ndëshkimi." Elira mbeti e ngrirë. Zemra ju drodh. Ajo nuk ishte kundër dhimbjes së familjes, por ta detyronin të mbante zi për dikë që nuk e kishte njohur mirë, dhe ta bënin në kërcënime, i duke e rënde e padrejt. Në dhomën e saj të vogël, ajo shikonte fustanet e ngjyrës së gjallë, kujtimet e pakta të lumturisë së saj të shkurtër martesore, dhe i duke sikur jeta po i kthehe në një burg. Arbeni, burri i saj, nuk guxonte të fliste shumë. Ai e dinte se fjalët e pleqve ishin të pamëshirshme. "Elira," i tha me zë të ulët, "të lutem duro. Nëse kundërshton, do të turpërojnë para të gjithëve. Nuk do të jem në gjendje të të mbroj." Lotët i rodhën në faqe, por ajo nuk foli. E nesër mja solli një mëngjes të errët. Një fustan i zi i vjetër, i sjell nga vjehra, u hodh mbi shtratin e saj. Ishte i rënd, i ngurtë, dhe kur Elira e veshi, ndjeu sikur e gjithë drita e saj u zhdu. Për ditë me radhë, ajo duhej të rinte në mesin e grave të tjera, të qante me zë të lartë, edhe pse zemra e saj nuk e ndjente një lidhje të tillë. Ishte një teatër i dhimbshëm, një dhunë mbi shpirtin e saj, por brenda vetes, Elira nuk e humbi kurrë shpresën. Ajo nisi të fliste me nënat e reja të fshatit, të cilat gjithashtu ankoheshin për zakonet e rënda që u ngarkonin mbi shpinë. Pak nga pak, zëri i saj i brisht filloi të dëgjohej. Ajo tregonte se dhimbja e vërtet nuk matet me fustane të zeza, por me zemër, dhe se askush nuk duhet të detyrohet me kërcënime për të treguar respekt. Një natë, ndërsa burrat ishin mbledhur në odë, disa gratë të frymëzuara nga guximi i saj nuk shkuan më në ritet e vajtimit të detyruar. Filloi një përplasje e heshtur mes brezave, një luftë që nuk shihej në armë, por në zgjedhjen për të thënë jo. Edhe Arbeni, duke parë forcën e gruas së tij, mori guximin ta mbrojë. Ai foli para babait të tij dhe tha: "Nëse gruaja ime nuk do të mbajë zi, është e drejta e saj. Unë jam me të." Këto fjalë tronditën shtëpinë, por hapën edhe një dritare të re. Për herë të parë, pleqtë u detyruan të kuptonin se koha kishte ndryshuar. Pas shumë përplasjesh, Elira hoqi fustanin e zi. Ajo doli në obor me një shall të bardhë si simbol paqeje dhe tha: "Dhimbja është e shenjtë, por nuk është pranga. Respekti lind nga zemra, jo nga frika." Që nga ajo ditë, në fshat u thye një zakon i vjetër. Gratë nuk u detyruan më të mbajnë zi për të afërm të largët.
Elira u bë shembulli i parë një gruaje që guxoi të sfidoi dhunën e zakoneve, dhe fundi i saj ishte i bukur. Ajo fitoi respektin jo vetëm të grave, por edhe të burrave që më në fund e pan fuqinë e vërtet të guximit. Ditët pas atij momenti të parë rebelimi nuk ishin të lehta për Elirën. Shumë njerëz e shikonin me sy të ftohtë. Në oborin e madh, ku gratë e fshatit shpesh mblidheshin për të larë rrobat ose për të thurur, disa prej tyre përshpëritnin emrin e saj me përçmim. E shikon, thoshte njëra me ironi. Ajo guxoi të sfidoj vjehrën. Po kjo s'është gjë tjetër veç turp. S'ka si të zgjas gjatë, do ta përkul burri ose pleqt. Elira ndjente se si çdo hap i saj përflitej, por në të njëjtën kohë, në zemrën e saj ndiqej një zjarr i ri. Ajo nuk donte të ishte thjesht një hije që ecte sipas urdhrave. Në mbrëmje, kur qëndronte me Arbenin pranë xhakut të vjetër, ajo fliste me sinqeritet. A e kupton, Arben, se ç'po bëjmë? Nuk është vetëm për mua, por për çdo grua që vuan në heshtje. Nëse sot u dorëzohem, nesër do të vi radha e një tjetër, dhe një tjetër deri kur. Arbeni e shikonte me sy të lodhur, por të butë. Ai po mësonte të shihte gruan e tij jo thjesht si bashkëshorte, por si një shpirt të fortë, të aftë të ndryshonte rrjedhën e zakoneve. Kam frikë për ty, Elira, i tha ai një natë. Ata mund të të ndëshkojnë, madje të të nxjerrin nga kjo shtëpi. Ajo i mbajti duart fort. Nëse më nxjerrin, më mirë të jem jashtë me dinjitet se sa brenda si skëllave. Një javë më vonë, fshati ishte mbledhur për një ngjarje tjetër, një dasmë. Tradita e vjetër kërkonte që të gjitha gratë që ishin në zi, të mos merrnin pjesë në këngë valle, të rinin në heshtje, si një hije që nuk duhej të prishte gëzimin e të tjerëve. Por Elira vendosi të shkonte ndryshe. Ajo veshi një fustan të thjesht, por me ngjyra të qeta, dhe u shfaq pranë Arbenit. Kur hyri në oborin ku po mbahej festa, zërat pushuan. Një heshtje e rëndë ra mbi të gjithë. Pleqtë e fshatit e shikuan me sytë që digjnin nga zemërimi. Një nga xhaxhallarët e Arbenit, i njohur për ashpërsinë e tij, u ngrit dhe tha me zë të lartë: "Ç'është kjo turpësi? Gruaja jote nuk mban zi siç duhet. Kjo është fyerje për të gjithë ne." Ajo ndjeu si zemra i rrite fort, por nuk u tërhoq. Përballë të gjithëve, Elira u përgjigj: "Zi mbahet me zemër, jo me rroba. Kush e ndjen dhimbjen, e mban brenda. Por askush s'mund të më detyroj të jetoj gjithë jetën e errësirë për dikë që mezi e kam njohur. Respekti nuk imponohet, ai lind nga dashuria." Një murmuritje u përhap mes grave të reja që ishin ulur pranë. Disa nga to ulën kokën për të fshehur buzëqeshjen e fshehtë. Ishte hera e parë që dikush fliste aq hapur. Pleqtë kërcënuan, por nuk vepruan, sepse e dinin që Arbeni, për herë të parë, qëndronte pranë gruas së tij, pa u lëkundur. Në atë dasmë mes muzikës dhe këngëve, u mboll një farë re. Far guximi që do të shpërthente më vonë si një dritë për gjithë gratë e fshatit. Pas dasmës, fjala u përhap shpejt në përfshat. Disa e quanin Elirën të guximshme, disa të marrë, por askush nuk mbeti i pandjeshëm. Për herë të parë, një grua kishte folur hapur kundër zakoneve që ishin mbajtur si të shenjta. Në mbrëmje, kur Elira doli të merrte ujë nga pusi, disa gra të reja ju afruan fshehurazi. "Na ke bërë të mendojmë," i tha njëra prej tyre, Dafina. "Gjithmonë kemi menduar se s'kemi zë, se duhet vetëm të bindemi. Po ti tregove se mund të flasim." "Nuk është e lehtë," u përgjigje Elira. "Kam frikë si ju, por frika nuk na shpëton. Na bën skëllave." Ato e dëgjuan me lot në sy. Ishte si të shihni një rrezë drite në një tunel të gjatë errësire. Që nga ajo ditë, sa herë që Elira kalonte në përfshat, disa gra shikonin me një respekt të fshehur, por jo të gjithë ishin dakord. Një natë, ndërsa qëndronte në dhomë me Arbenin, dëgjoi jashtë zërin e ashpër të vjehrës. "Kjo vajzë po na turpëron. Nëse nuk e vendosni në vijë, do të na prish gjithë shtëpinë." Arbeni i shtrëngoi dorën dhe i përshpëriti. "Mos u trem. Unë jam këtu. S'mund të lë vetëm." Përplasja e madhe ndodhi pak javë më vonë, kur u mbajt kuvendi i burrave në odën e fshatit. Ishte një mbledhje ku diskutoheshin çështje të rëndësishme, por këtë herë tema ishte Elira. Burrat donin ta ndëshkonin, të vendosnin një rregull që gratë të mos dilnin kundër zakoneve. Arbeni hyri i vetëm mes tyre. Përballë tij, xhaxhallar, kushërinj e pleq, të gjithë e shikonin me sy të akullt. "Djali im," tha kryeplaku, "gruaja jote na ka turpëruar. Nëse nuk e mban dot, ne do të gjejmë mënyrën ta ndëshkojmë." Në atë çast, dera e odës u hap. Të gjithë u kthyen të habitur. Ishte Elira. Ajo nuk kishte leje të hynte në atë vend,
por hyri me kokën lart. Nëse flisni për mua, unë duhet të jem këtu, tha ajo me zë të fortë. Unë nuk kam bërë asgjë tjetër veç se kam treguar se dhimbja nuk matet me rroba. Ju mund të më kërcënoni, mund të më dëboni, por nuk mund të më mbyllni gojen. Në atë moment, disa gra që kishin dëgjuar nga jashtë hyn pas saj. Ishin Dafina dhe të tjera. U rreshtuan në heshtje pranë saj. Një heshtje rënd pushtoi Odën. Burrat nuk e prisnin këtë guxim. Kryeplaku ngriti dorën, por pastaj e uli ngadalë. Ai e kuptoi se koha po ndryshonte. Pas një momenti të gjatë, tha, ndoshta të rinjt kanë të drejtë, ndoshta zakonet tona duhen parë ndryshe. Ishte një fjalë e shkurtër, por mjaftoi. Një mursheku filloi të shembej. Pas asaj nate në Odë, gjithçka ndryshoi. Edhe pse burrat nuk e pranuan hapur, në sytë e tyre u duk një lloj respekti i ri për Elirën. Ajo nuk ishte më vetëm nusja e Arbenit, por gruaja që kishte guxuar të hynte në vendin e burrave dhe të fliste pa u dridhur. Gratë e fshatit nisën ta vizitonin më shpesh. Disa sillnin bukë, të tjera qumësht, por më rëndësishmja ishte biseda që bënin. Ato flisnin për dhimbjet, për ëndrat dhe për shpresat e tyre të vogla që deri atëherë i mbanin të mbyllura si sekrete. Nuk dua që vajza ime të jetoj si unë, tha njëra. Dua të zgjedh vetë për jetën e saj. Edhe unë, shtoi një tjetër. Ndoshta një ditë do të vijë koha kur ne nuk do të jemi të friksuara. Elira i dëgjonte dhe i inkurajonte. Çdo fjalë e tyre ishte si një gur i vogël që shtohej mbi themelin e një ndërtese të re. Në atë kohë, Arbeni filloi ta shihte gruan e tij me sy ndryshe. Ai e kuptoi se dashuria nuk është thjesht të jetosh bashk, por të mbështetesh njëri tjetrin edhe kur bota është kundër. Një natë i tha, jam krenar për ty, Elira. Ti je më fort se unë dhe se gjithë burrat që uleshëm në Odë. Koha kaloi dhe fshati nisi të marrë frymë ndryshe. Kur vdiq një tjetër i afërm, gratë nuk u detyruan të mbanin zi me muaj të tërë. Disa e bën nga dëshira, të tjera jo, por askush nuk i kërcënoi. Ky ishte një hap i madh përpara. Një ditë në sheshin e fshatit, Dafina ju afrua Elirës dhe i tha: "A e di, vajzat tona do të falenderojnë një ditë, sepse ti the jo atje ku të gjitha ne kishim frikë të flisnim." Elira buzëqeshi me lot në sy. Ajo nuk ishte dashur të bëhej hero, vetëm të jetonte me dinjitet, por tani e kuptonte se çdo veprim i saj kishte hapur një rrugë të re. Në mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte mbi malet, ajo dhe Arbeni u ulën pranë Oxhakut. Ai e përqafoi fort dhe i tha: "Të gjitha fortunat që përballuam na sollën këtu, dhe këtu është më bukur se çdo gjë tjetër. Jemi të lirë." Elira pa flakët që vallëzonin dhe ndjeu se shpirti i saj më në fund ishte i qetë. Ajo kishte kaluar nga dhuna e zakoneve tek liria e zgjedhjes, dhe kjo ishte fitoria më e madhe. Një pranverë e re erdhi në fshat. Bari i gjelbër, lulet e egra dhe zhurma e bletëve sillnin një freski që dukej sikur pastronte edhe shpirtrat e njerëzve. Elira tashmë ishte e njohur jo vetëm mes grave, por edhe mes burrave. Edhe pse disa ende shihnin me dyshim, askush nuk guxonte ta përçmonte hapur. Një mëngjes, kryeplaku i fshatit e thirri. "Elira," i tha, "ne burrat kemi menduar. Do të doja të vije të ndihmoje në këshillat për gratë e reja. Ti e di më mirë se ne se çfarë u dhem atyre." Ajo u befasua. Nuk e kishte imagjinuar kurrë që një ditë do të kërkonin mendimin e saj, por e kuptoi se ndryshimi po ndodhte ngadalë, dhe se zëri i saj kishte peshë. Kur gratë e reja u mblodhën në oborrin e madh të shkollës së vjetër, Elira foli me zemër: "Ju nuk jeni të dobëta. Ju jeni shpirti i këtij vendi. Mos lejoni që zakonet ju shkelin, sepse zakonet duhen për njerëzit, jo njerëzit për zakonet." Në sytë e vajzave të reja shndrinte një dritë e veçantë. Ishte drita e shpresës për një jetë ndryshe. Vit pas viti, Elira dhe Arbeni u bën shembull për fshatin. Ajo nuk u detyrua më të vishte kurrë të zezat e imponuara, ndërsa ai qëndroi gjithnjë në krah të saj. Shtëpia e tyre nuk ishte më e heshtur e mbushur me frikë, por e ngrohtë, ku fëmijët e vegjël qeshnin dhe gratë e tjera ndiheshin të mirëseardhura. Një mbrëmje, kur në qiell kishte mirë yje, Dafina i tha: "Kur të plakemi, njerëzit do të tregojnë historinë tënde. Do të thonë se Elira ishte gruaja që sfidoi frikën dhe na mësoi të jetojmë me dinjitet." Elira uli kokën, e prekur nga fjalët e saj. Ajo nuk e kishte bërë për famë, por për të mos humbur shpirtin e vet. Megjithatë, e ndjeu se ajo farë që kishte mbjell tashmë kishte zënë rënje thellë. Fundin e saj nuk e solli asgjë e detyruar, as dhunë, por dashuria dhe respekti.
Në atë fshat të vogël, ku dikur zakonet ishin më të forta se njeriu, u lin një epokë e re fal një gruaje të thjesht që pati guximin të thoshte jo. Koha rrithte dhe fshati po ndryshonte pak e nga pak. Nuk ishte më ai vendi i heshtur ku gratë e reja fshinin lotët në shall. Tani ato nisën të shfaqeshin me ngjyra, të qeshnin lirshëm e të shkonin në dasma pa frikën se do të përfliteshin. Elira, megjithatë, nuk e ndjeu kur veten si një udhëheqëse. Ajo e shihte veten thjesht si një grua që kishte dashur të jetonte me dinjitet, por për të tjerët, ajo ishte bërë simboli i ndryshimit. Shpesh, kur ecën nëpër rrugicat e fshatit, njerëzit e përshëndesnin me respekt. Një ditë, teksa ndodhej në treg, një vajzë e vogël ju afrua dhe i tha me sy të ndritshëm: "Dua të jem si ti kur të rritem." Elira u përkul, ja ledhatoi flokët dhe ju përgjigj me zë të ngrohtë: "Mos u bëj si unë. Bëhu edhe më e fortë. Bëhu vetvetja." Fjalët e saj u shpërndan mes fshatarëve si një këngë e butë, dhe shumë gra filluan të rrisnin vajzat e tyre ndryshe, me shpresë dhe jo me frikë. Vitet kaluan dhe fëmijët e Elirës u rritën mes një atmosfere më të lirë. Ata nuk e njohën dhunën e zakoneve të rënda, por dashurinë dhe respektin që prindërit e tyre kishin ndërtuar. Shpesh, kur dilnin në oborin e madh, fqinjët shikonin se si Elira dhe Arbeni flisnin me fëmijët. I dëgjonin dhe i merrnin seriozisht. Ishte një pamje e re që nuk shihej shpesh në fshat. Një mbrëmje vere, gjatë një feste ku gjithë fshati ishte mbledhur, Elira pa përreth. Gratë qeshnin, vajzat vallëzonin, burrat nuk e përdornin më frikën për të imponuar rregulla. Në atë moment, ajo e kuptoi se lufta e saj kishte pasur kuptim. Ajo u kthye nga Arbeni dhe i tha: "Të gjitha dhimbjet tona ja vlejtën. Shiko sa e bukur është tani kjo jetë." Arbeni i buzëqeshi, e përqafoi dhe i përshpëriti: "Po, Elira, sepse ti pate guximin atje ku të tjerët heshnin." Në atë natë të mbushur me dritë hëne dhe muzikë, zemra e Elirës ishte më në fund e qetë. Ajo e dinte se ardhmja e vajzave të fshatit nuk do të ishte më një rrugë e mbushur me errësirë, por një shteg i ndriçuar nga drita e lirisë. Me kalimin e viteve, emri i Elirës u bësinoni mi guximit në gjithë krahinën. Në përodat e burrave, ku dikur ajo ishte quajtur turp, tani shpesh përmendej si shembull i nderit. Pleqt, edhe pse nuk e pranonin hapur, e dinin se ajo kishte shpëtuar fshatin nga një prang që rëndonte mbi të gjithë. Një ditë, në shkollën e fshatit u organizua një mbledhje për të folur rreth zakoneve të vjetra, dhe se si duhej të mësonin brezave të rinj të jetonin me më shumë dashuri dhe respekt. Elira u ftua të fliste. Ajo, tashmë më e pjekur, doli përpara fëmijëve dhe prindërve dhe tha: "Kur isha e re, mu tha se duhej të heshtja, se duhej të mbaja zi për dikë që mezi e njihja, vetëm se kështu donin të tjerët. Po ju them sot, heshtja është një varg i padukshëm. Mos e mbani kurrë. Fola jo për vete, por për ju, për vajzat që duan të rriten pa frikë dhe për djemt që duan të mësojnë ta duan gruan si shoqe, jo si robëresh." Në sallë ra një qetësi e thellë. Pastaj duartrokitjet shpërthyen. Ishte një moment që vulosi fundin e një epoke dhe lindjen e një tjetre. Në mbrëmje, Elira qëndroi ulur në verandën e shtëpisë së saj, duke parë fshatin që zhytej në errësirën e natës. Qielli ishte i mbushur me yje dhe cicërimat e fundit të zogjive i sillnin një qetësi shpirtërore. Arbeni erdhi pranë saj me një filxhan çaji dhe i tha: "Shiko, Elira, tani fshati është ndryshe. Njerëzit nuk flasin më për ty me përçmim, por me respekt. Ti u bëre dritë për ta." Ajo buzëqeshi lehtë. "Nuk doja të isha dritë," tha, "vetëm doja të mos më fikenin brenda. Por ndoshta ndonjëherë kur mbron veten, pa dashur ndez edhe rrugën për të tjerët." Fëmijët e tyre luanin në obor, dhe zërat e tyre të qeshur përziheshin me aromën e barit të freskët. Ishte një pamje që Elira nuk do ta harronte kurrë. Një jetë e lirë e pastër pa frikë. Në atë çast, ajo e kuptoi se historia e saj kishte marrë fund, por jo me slotësh siç kishte filluar. Kishte marrë fund me një fitore të butë, të heshtur, por të pavdekshme. Dhe fundi i saj ishte një fillim i ri për të gjitha gratë që do të vinin pas saj. Vitet kaluan dhe fshati nuk ishte më i njëjti. Vajzat e reja që dikur u rritën në frikën e zakoneve të ashpra, tani guxonin të ndëronin për shkollë, për profesion dhe për një jetë ndryshe. Shumë prej tyre shkuan në qytet për të studiuar, dhe kur ktheheshin e përqafonin Elirën si një nën të dytë. Njëra prej tyre, një vajzë e quajtur Lira, që tani ishte mësuese, i tha një ditë: "Në libra që lexojmë, flitet për gra që ndryshuan botën. Për ne, ti je ajo grua. Ti na mësove se forca nuk matet me muskuj, por me zemër."
Elira me flokët tashmë të bardha u përlot. Ajo nuk e kishte menduar kur veten si heroin. Thjesht kishte dashur të ishte e lirë. Por duke ndjekur këtë dëshirë, kishte hapur një rrugë për të gjithë. Arbeni i plakur krahas saj, shpesh e shihte me admirim. Elira, i tha një natë, kur të mos jemi më, njerëzit nuk do të kujtojnë as tokat tona, as punët që bëm. Do të kujtojnë guximin tënd. Dhe ky është pasuria jonë më e madhe. Një ditë të ngrohtë vere, gjithë fshati u mblodh në shesh për një festë të re që nuk kishte ekzistuar kur më parë. Një ditë e dedikuar grave dhe vajzave. Në mesin e ngjyrave, muzikës dhe gëzimit, të gjithë e ftuan Elirën të fliste. Ajo doli përpara e thjesht me një shall të bardhë mbi supe. Syt i shkëlqenin nga lotët e gëzimit. Nuk jam unë që bëra këtë ndryshim, tha ajo. Jemi të gjithë bashkë. Sepse kur një njeri thot të vërtetën, ajo bëhet si një shkëndi. Por kur shumë të tjerë e mbajnë gjallë, ajo kthehet në zjarr. Dhe sot, unë shoh zjarrin e shpresës në sytë tuaj. Turma shpërtheu në duar trokitje. Vajzat vallëzonin, gratë qeshnin, burrat për herë të parë ndjenin krenari që zakonet e vjetra po liroheshin. Elira u kthye nga Arbeni, që qëndronte pranë saj me dorën e fëmijës së tyre më të vogël. Zemra e saj u mbush me paqe. Ajo e dinte se kishte ardhur koha të tërhiqej nga skena e jetës me bindjen se kishte lënë pas një trashëgimi që nuk do të shuhej kurrë. Vitet rrëshitën si uji një lumi të qetë. Elira tashmë ishte gjyshe. Fëmijët e saj kishin krijuar familjet e tyre. Dhe fshati ishte shndërruar në një vend krejt tjetër. Aty ku dikur mbretëronte frika, tani kishte gëzim. Në çdo shtëpi dëgjohej zëri i vajzave që këndonin, studionin, flisnin lirshëm për ëndrat e tyre. Një ditë, ndërsa qëndronte ulur në verandë me Arbenin, ajo pa nipër e mbesa që luanin. Njëra prej tyre, një vajzë e vogël me flok kaçurela, u afrua dhe i tha: "Gjyshja, a është e vërtetë që dikur gratë nuk mund të qeshnin lirë?" Elira e përqafoi fort, syti u mbushën me lot. "Është e vërtetë, bija ime, por tani ti mund të qeshësh, të qash, të ëndërrosh, sepse dikush më parë nuk u dorëzua." Në atë çast, ajo e kuptoi se sakrificat e saj nuk kishin shkuar kot. Dhimbja që kishte përjetuar ishte shndërruar në dritë për brezat që do të vinin pas. Në mbrëmjen e fundit të jetës së saj, Elira u shtri pranë Arbenit dhe e mori dorën në duart e saj të lodhura. Jashtë, cicërima e zogjive përzjente tingujt me erën e butë të maleve. "Arben," i përshpëriti ajo, "nuk më dhe një jetë të pasur me ar, por më dhe një jetë të pasur me dashuri. Dhe kjo është gjithçka që kam dashur." Ai ja ktheu me një buzëqeshje të qetë. "Ti na dhe lirin, Elira. Pa ty, nuk do të ishim këtu." Kur ajo mbylli syt për herë të fundit, nuk pati më frikë as trishtim. Zemra e saj ishte plot, sepse dinte që e keqja që e kishte munduar dikur ishte thyer përgjithmonë. Dhe në fshat, njerëzit e kujtonin jo si një grua të thjeshtë, por si një simbol të forcës dhe dashurisë. Emri i saj u bë tregim për vajzat që rriteshin, për djemt që mësonin të respektonin. Kështu historia e Elirës nuk u mbyll kurrë vërtet. Ajo jetoi në çdo buzëqeshje të lirë, në çdo grua që guxoi të jetonte ndryshe, në çdo familje që zgjodhi dashurim mbi frikën. Dhe fshati që dikur e mbulonte jetën me zi të detyruar, tani jetonte në dritën e një dielli që nuk shuhej më.